Mira, përshëndetje. Përshëndetje Andi, mirë se erdhën Sara. Mirë se gjetëm. Sot është ndalesa e 5 e turit kombëtar të anëtarëve të departamentit Brengen në ndihmë të kandidatëve të Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit. Dhe ky takim jon është pak i veçantë sepse për herë të parë po takojmë një drejtuese politike të një rrethi, siç është rasti jot për rrethin për 4 bashkitë e Sarandës, rrethit të Sarandës. Pyetja ime e parë që më vjen mendje është si një re, si një grua dhe si një zonë që ke përballë disa persona që janë të përfolur shumë për krime zgjedhore në të kaluarën, edhe me regjistrime, si e sheti rolin tënd, detyrën tënde të drejtueses politike të re? Andi, faleminderit që erdhët në Sarandë. Në fakt, këtë rol si drejtuese politike unë e kam marrë në zgjedhjet lokale në bashkitë, 4 bashkitë Finish, Konispol, Delvin dhe Sarandë, por kjo është fushata e parë e përgjithshme, për zgjedhje e përgjithshme që unë e drejtoj këtë rreth. Në fakt kam besimin e njerëzve që e treguan edhe në primaret e Partisë Demokratike duke më votuar aq masivisht 4 bashkitë e mia sa mora edhe kurorën po them të qarkut. Kjo është pika e parë fort që unë kam në drejtimin politik, sepse më besojnë, më kanë sjedhur vetë dhe duan që unë t'i çoj përpara në rrugën drejt fitores. Ana tjetër është që unë e njoh shumë mirë zonën, janë 4 vjet deputete e kësaj zonës, jam një nga deputetet që jam munduar të bëj sa më fort opozitën dhe interesat e zonës time në Parlamentin e Shqipërisë dhe sigurisht edhe këtë pjesë qytetarët dhe demokratët e vlerësojnë dhe kam fatin që kam në krah kandidat shumë të mirë, kandidat që i do Saranda, kam zonjën Matilda Qyrku dhe zotin Skënder Muço për rrethin e Sarandës, pasi jemi ndarë me qarku, dhe të dy ka një profil shumë të pastër, shumë qytetar dhe bëjnë një diferencë shumë të madhe me ato që ti përmendej që në fillim me kandidatët që vinë më shumë si kandidat për SPAK sesa si kandidat për parlament. Dhe këto janë pikat tona të forta dhe mendoj do jetë çelësi i suksesit për t'i shtuar pikërisht në rreth i Sarandës një mandat më shumë qarkut vlorë. Ti në një përmendje ke 4 vjet deputete dhe çdo njeri ku mendon emrin tënd e lidh sigurisht me shumë gjëra, por me një kauzë shumë të madhe që ke mbrojtur, që është kauza e çështjes së Butrintit, edhe sot është bërë shumë e madhe, dëgjohet shumë, por do doja t'ja pak zanafillën. Si ka nisur kjo betejë për ty? Ndoshta shumica kanë harruar sepse është një betejë 4 vjeçare. Nisin fakt siç nisin të gjitha aferat e Partisë Socialiste. Nisin me një marrëveshje sekrete. Unë atë kohë isha thjesht anëtare e Komisionit të Edukimit, pasi sot e drejtoja atë komision, dhe duke qenë se erdhi një titull që lidhej me Butrintin, një marrëveshje me Butrintin, kërkova të isha relatore, sepse gjithmonë ndjek këtë çështje që lidhen me zonën time. Dhe kërkova të shikoja marrëveshjen. Dhe tha nuk ka marrëveshje. Si mund të votoj parlamenti një marrëveshje sekrete për dhënë një trashëgimi kulturore. Ati në fakt pati dhe një përplasje që në atë kohë bë e famshme me ish ministren Margariti, që sot i është harruar dhe emri, po dëmin e ka bërë në trashëgimin kulturore, dhe kjo bëri xhiron e medias dhe filloi dhe u kërkua nga gjithë opinioni publik marrëveshja. Kur mora marrëveshjen Andi, pash që ishte ashtu siç e kisha parashikuar dhe siç e kisha thënë në një deklaratë para se ta merja marrëveshje. Ishte një marrëveshje koncesionare ku shteti jepte trashëgimin kulturore një privati dhe privati dominonte atë. Në bord nuk ishte njerëz studius shqiptar, në planin e menaxhimit nuk ishin arkeologët shqiptar, ishte një studius grek që anatemonte Shqipërinë dhe Butrintin, dhe kjo më pas u kthye në kauzën time më të madhe në parlament, duke çuar deri në gjykatën kushtetuese dhe duke ndjekur hap pas hapi. Dhe është bërë pjesë fakti dhe programit Partisë Demokratike, duke premtuar që ne do ta ndalim këtë koncesion dhe nuk do lejojmë koncesione në trashëgimin kulturor. Unë jo më kot i përmenda këto pika se më duken shumë interesante të profileve që ne duam të çojmë në parlament për të përfaqësuar demokratë dhe qytetarë shqiptarë. Sepse si deputete pra, ai ideja e të jesh e vëmendshme në çdo rast, sepse këta e kanë ngilen shumë thellë. E duhet kemi shumë deputetë që i kërkojnë janë të vëmendshëm, deputetë që mbrojnë kauza, që arrin ta çojnë deri tek programi i Partisë Demokratike, por edhe drejtues politik që i thyn ato klishet që PD-ja s'ka trinë, PD nuk ka bashkëpunim, PD nuk ka. Këtu paktën në rrethin e Sarandës ne i kemi shtyrë dhe i kemi thyer dhe unë jam shumë i gëzuar si demokrat paktën që këto po ndodhin. Një pikë tjetër e fundit që vjen e pasuron te profil që unë e kam mësuar pak pa dashje do thoja, që mendoj që vlen shumë të përmendesh, që ti je doktore shkencave, pra për te gjithë ti profilesh dhe kjo pasuria akademike që e ke çuar deri në fund në studime shumë të gjata me një temë shumë veçantë. A mund na flasësh pak për temën tënde dhe si e lidh dhe si mund të ndikojë dhe ndihmojë në fushatën që ti po bën? Po Andi, unë jam doktore e shkencave, kam rreth 14 vite që jam mësim dhe tani në fakt nuk e lë
mësimdhënien, vazhdoj si pedagoge jashtme sepse kam një pasion atë diskutimin me të rit, atë energjinë që marr nga të rit dhe nevojën që të jep mësimdhënia për të qenë gjithmonë koherente me gjërat, sepse je para një auditori dhe duhet të bësh më të mirën. Tema ime e doktoraturës ka qenë që në fakt është edhe tema ime e studimit që vazhdoj edhe më pas për çështje të titujve të tjerë më vonë, ka qenë niveli i demokratizimit në Shqipëri si pasurohet në lidhje me nivelin e vlerave, pra vlerat që kanë shqiptarët në nivelin e demokracisë. Është interesante, Andi, ka një ndarje midis vlerave që quhen vlerat të mbijetesës dhe vlerat të vetafirmimit. Një shoqëri që ka vlerat e mbijetesës, pra që dominojnë më shumë nevoja ekonomike, pra është një shoqëri e varfër ku jep më shumë prioritet rrogës, sigurisë fizike, sigurisë financiare, sesa idesë për të ndjerë mirë, për të vetafirmuar, për të pasur një rol më të madh publik, për të marrë pjesë në çështjet shoqërore, janë shoqëri që nuk përjetojnë demokraci efektive, por kanë atë që quhet një demokraci hibride, një demokraci e miksuar me elemente të autoritarizmit. Dhe kjo fatkeqësisht më ka dalë edhe për Shqipërinë. Dhe sugjerimi apo puna që duhet bërë me shoqërinë shqiptare lidhet me sistemin e vlerave, që lidhet me edukimin. Pika e fortë që një shoqëri të demokratizohet fillon që me edukimin në kopshte, që me edukimin në sistemin para-universitar, që më pas ne të kemi njerëz që kërkojnë demokraci, që punojnë për demokracinë dhe që ndihen si qytetarë të barabartë që zëri i tyre vlen. Dhe ndaj, unë kam këtë lidhjen edhe vetë, jam dhe në sistemin e edukimit dhe në politikë, sepse dua t'jap një kontribut për Shqipërinë, që Shqipëria të arrit jetë vërtet një demokraci efektive, që i përgjigjet zërit qytetarëve dhe ku në qendër sistemi nuk është politikanë, por qytetarë. Nina, falenderoj shumë, të uroj shumë sukses në këtë fushat, edhe anëtarët e departamentit Brengjen dhe gjithmonë në ndihmën tuaj. Shumë faleminderit që erdhën në Tiranë, faleminderit për mbështetjen, jeni një nga departamentet më të shkëlqyera të Partisë Demokratike. Faleminderit.